A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nëse të dashur, ashtu si kemi zakon me fol diçka rreth detyrave tona që i kemi ndaj Kur'anit famulart. E përmendëm dje që ai që lexon Kur'an duhet të jetë me abdest. Sot do të përmendim disa mesele që ka të bëjë me pastërtinë e agjëruesit, pastërtinë e atij që lexon Kur'an. Ai që lexon Kur'an do të qenë i pastër. Cëlla gjë do të qenë i pastër? Fillimisht me qenë vendi ku lexon Kur'an me qenë i pastër. Aty ku lexon Kur'an nuk do të jetë një vend i fliqur. Sikur shembull, me lexuar në një vend ku ka flisëri, ku ka urinë, ku ka jashtëqitje, me lexuar Kur'an në atë vend është vepër e urrëtur. Gjithashtu me lexuar Kur'an në WC, në tualet, është vepër e urrëtur. Por kur të lexosh Kur'an duhesh me zgjedh vendin më të mirë, vendin më të pastër. E cilat janë vendet më të pastër në Islam? Janë xhamit. Dasi më thon vendi më i mirë për me lexuar Kur'an është xhamia. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë njëri prej sahabëve, i ka thonë inna ma hiya li dhikrillahi was salati wa qira'ati al-Qur'an. Xhamit janë bë për me përmend Allahun, për me fal namaz, edhe për me lexuar Kur'an. Për sa ka përmendur një ndër qëllimet e xhamive është leximi i Kur'anit. Pra vendet më të mira për në faqen e tokës janë xhamit. E këtu më thonë me lexuar Kur'an është nuk ka vend më të mirë se xhamit. Kështë më thonë vendi i pastër. Mesela tjetër me pas gojën të pastër. Kur të lexosh Kur'an, dietarët kanë përmendur është mirë me la gojën me misfak ose me brush. Pse kjo? Nga se i lexon fjalët më të mira që ka në tokë. I lexon fjalët e Allahut. Për këtë arsye duhet edhe gojën ta pastrosh kur lexosh Kur'an. Pse kanë thonë kështu? Nga se më thonë goja është vendi ku dalin fjalët e Allahut. Edhe goja me qenë e pastër. Shikoj më thonë e përmenda vendin e pastër, me pas edhe gojën e pastër. Dietar kanë përmendur një gjë tjetër, me pas edhe teshat e pastërta kur lexon Kur'an. Kjo si përmend nga të parit ton, kur ka dashur me lexuar Kur'an, i ka vesh teshat më të mira. Se është të lexuar fjalën e Zotit. Kjo si më thon edhe Kur'an kur lexojmë më thon është mirë me i zgjedh ato tesha që kanë më të mira. Gjithashtu për meseleve, për formën se si ne madhremi Kur'anin, është që kur lexosh Kur'an, nëse ke mundësi mu kthi ka kibla. Nëse ke rendet, edhe ke mundësi lexon Kur'an te shtëpia ose te xhamia, ktheu ka kibla. Sa është edukat me Kur'anin, mu kthi nga kibla. Sa që kanë përmend dietar pse ka kibla, se ne namazin ka kthehemi ka kibla. Kur bëjmë dua ka kthehemi ka kibla. Kështu që punët e mira bëhen ka kibla. Edhe leximi i Kur'anit është mirë kur të lexosh Kur'an, nëse ke rendet, të kthehesh ka kibla dhe lexosh Kur'an. Kjo është më thonë. Një meselë tjetër ka për sot, çfarë janë ato vaktet më të mira për me lexuar Kur'an? A ka ndonjë vakt që është më i mirë për vaktin tjetër? Dietarët kanë përmendur disa vakte, por e para 24 sahat gjatë natës dhe gjatë ditës mundet me lexuar Kur'an. Nuk ka dëni vakt në Islam që në këtë vakt s'bën me lexuar Kur'an. Kemi vakte që s'bën me fal namaz. Po. Ama nuk kemi ndonjë vakt që më thon filan vaktin nuk i drejt me lexuar Kur'an. 24 orë është drejta që ne me lexuar Kur'an. Por për këtyre 24 orëve, cila është koha më e mirë e Kur'anit, dietarët kanë përmendur mas sabahit. Sa Allah ka në Kur'an wa Qur'an al-Fajr. Kur'ani që lexohet në sabah është dëshmitar Allah ka në Kur'an. Kështu që më thon koha më e mirë është koha që lexohet Kur'ani mas sabah. Për ta sy nëse bëni virt të Kur'anit, lexoni këtë virt mas sabahit. Sa është koha kur njeriu është më i kthelt, kur është njeriu më i poshueshëm. Për shembull, vakti i sabahit është vakti më i mirë për leximin e Kur'anit. Vakti tjetër, vakti i syfirit, pjesa e tretë e natës, është vakti më i mirë ku me lexuar Kur'an. Gjithashtu dietar kanë thonë
prej vakteve që janë të mira me lexu Kur'an është muji i Ramazanit. A keni vërejt muji i Ramazanit muslimanët lexojnë më shumë Kur'an. Pse? Se është vakti më i mirë, koha më e mirë për me lexu Kur'an është muji i Ramazanit. Edhe jashtë Ramazanit lexojmë Kur'an, por vakti që është në Ramazan nuk krahasohet me ndonjë vakt tjetër. Pra kjo ishte disa mesele sa i përket pastërtisë me Kur'anin, me qenë të pastër. E përmendëm teshat, e përmendëm gojen, e përmendëm, më thonë, vendin e pastër, gjithashtu e përmendëm u kthi ka kibla, edhe tjetër e përmendëm vakti më i mirë se kur është me lexu Kur'an. Pra inshallah vazhdojmë nesër me këshilla tjera. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.